Faleminderit shumë. Sot është një ditë e mirë për Prishtinën, në cilën vendosim gjithë për të ardhmen e saj për 4 vite të radhës. Kështu që spori dëshiroj të falenderoj qytetarët, të cilët më kanë pritur jashtëzakonisht mirë kudo që kam shku, dhe shpresoj që të shkoj edhe sot ditë e mirë. Ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme për gjithë ne. I falenderoj gjithë vullnetarët e gjithë ata që kanë kontribuar që kjo fushatë e jonja të shkojë në mënyrë më të mirë siç e kemi pa. Shpresoj që Prishtina ta shfrytëzoj mundësinë e vet për ndryshim, në mënyrën që Prishtina të jetë një qytet që dojmë me pa zhvillu. Kështu që ftoj të gjithë qytetarët që dalin gjithë pa dallim të votojnë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi të madhe që e kemi për me i dhonë Prishtinës atë që e meriton, si një kryeqytet që ka nevojë të jetë simbol për gjithë ne. Kështu që edhe një herë i falenderoj të gjithë për mirëpritjen që më kanë dhënë në çdo lagje, në çdo fshat, dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që e kam bërë garën e Prishtinës për herë dytë, edhe që në këtë qytet kam gjetë shumë mirësi e shumë optimizëm, edhe ashtu ka qenë edhe fshata ju. Kështu që faleminderit shumë edhe një herë të gjithëve.